Trupa gjyqësore e gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm ka dalë me një deklaratë publike pas ngjarjes së rëndë të ndodhur sot në Tiranë, ku gjyqtari Astrid Kalaja u vra gjatë një seance gjyqësore. Në deklaratë thuhet se kjo është një goditje e rëndë jo vetëm për sistemin e drejtësisë, por për të gjithë shoqërinë shqiptare, ndërsa gjyqtarët shprehen ngushëllimet e tyre më të sinqerta për familjet dhe kolegët e të ndjerit. Zemrat tona janë me familjen e kolegut ton në këtë moment të dhimbshëm. Solidariteti ynë është i plot. Kjo ngjarje tragjike imponon reflektim të thellë mbi nevojën për të forcuar masat e sigurisë në ambientet gjyqësore. Thuhet në deklaratë, trupa gjyqësore kërkon nga institucionet përgjegjëse marrjen e menjëhershme të masave për garantimin e sigurisë fizike në gjykata, duke theksuar se siguria është parakusht i pandashëm për ushtrimin e pavarur dhe të paanshëm të detyrës gjyqësore. Një pjesë e rëndësishme e deklaratës ndalet te gjua e urrëties dhe denigrimit publik ndaj gjyqtarëve, të cilën e cilëson si rrezik real për shoqërinë dhe besimin te drejtësia. Asnjë shprehje armiqësie, asnjë fjalë që nxit dhunë apo paragjykim ndaj personave që përmbushin detyrën e tyre nuk duhet të tolerohet. Gjua e urrëties nuk është shprehje lirie, por një mjet që ushqen intolerancën dhe dëmton besimin e qytetarëve te drejtësia. Thuhet më tej, në fund të deklaratës, gjyqtarët theksojnë se nuk do të tremben nga dhuna dhe se do të vazhdojnë të shërbejnë me integritet e kuraje, pavarësisht të rrezikut.